Kids Day është një platformë digjitale që ndihmon institucionet parashkollore, qerdhet, kopshtet, qëndrimet ditore për menaxhimin e institucioneve të tyre nëpërmes kësaj platforme. Gjithçka është aty brenda, i kemi mbi 20.000 përdorues, ku institucioni e menaxhon qendrën e vet, mësueset raportojnë, ndërsa prindi në anën tjetër e merr një raport në kohë reale për gjendjen e fëmijës, edhe se si po zhvillohet fëmia. Jemi në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në Bullgari, në Dubai, dhe kemi tashti edhe për masa më të gjana që si biznes besojmë që edhe shpresojmë që me shku sa më larg në krejt botën. Kids Day është një biznes e cila është themelu këtu në Kosovë, nga ne kosovarët, edhe është krejt produkti i Kosovës. Besoj që kjo është një gjë shumë e vlefshme, për shkak që ashtu sikur na bëjnë krenar edhe shumë sportistë, këngëtar të Kosovës nëpër botë, besojmë që edhe Kids Day do ta bëjë të njëjtën. E vlen të theksohet që kemi pas përkrajen edhe nga Plug and Play, që është një platformë ndërkombëtare me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se kanë vlerësuar kaq shumë platformën tonë edhe mendojnë që ka një të ardhme shumë të mirë. Në Kosovë ne kemi pa nevojën e madhe, e kemi pa që në Kosovë nuk ka një platformë të tillë, edhe kemi dashur me qenë ndihmë të gjithë institucioneve, unë si grua dhe nan, gjithashtu edhe të gjitha atyne biznesmeneve që janë në këtë lami, ku 90% janë femna, kemi dashur që me pas këtë platformë ndihmë për ta, edhe kemi fillu këtu në Kosovë. Kosova i ka mundësitë shumë mirë për me pas gjëra inovative, sa i përket përkrajës institucionale, gjithmonë shpresojmë që pak më shumë përkrajët kishte me qenë më mirë, e aq më shumë kur e shohim që globalisht po vlerësohemi, e mendojmë që kishte me qenë mirë edhe në Kosovë të vlerësohemi njëjtë. Kompania quhet Makroprezencë. Makroprezenca është një AI digital marketing, e cila funksionon me të gjitha LLM-at të cilët janë aktualisht top brand. Duke pas parasysh që AI këto kohët e fundit është duke përfituar shumë rritje të madhe, edhe na e kena gjetë një metodë që me avancun këtë pjesë, bazën e marketingut. Produkti që ofrojnë ana kryesisht është dizajni grafik, marketingun në përgjithësi, nëse ty duhet një influencer apo një designer grafik ose një visual studio, një branding agency ose diçka, më nësh me gjithë totalisht e na. Duke pas parasysh që jena ende në 90% e finalizimit projektit, jena tu shpresu që këna me pas edhe përkraje ma shumë prej shtetit unë. Duke pas parasysh që ka pjesa inovacionit tash e so vite jena tu pas përkraje si komuniteti vogël, duke pas parasysh që nuk kemi pas se kumi zbatu ose kumi shfrytzu idetë tona, po e ardhmja po duket e ndritur. Po tash e so vite e keni pa edhe vetë që në kuadër teknologjisë edhe si shtet jena fokusu ma shumë, duke pas parasysh që kena shumë talenta, edhe prandaj na kena ardhur me idenë e makroprezencës që secili talent, qoftë në shkollë të mesme, qoftë në shkollë fillore apo edhe në fakultet, me mujt me shpreh veten pa pas nevojë me punu, po them 5 vjet, 10 vjet, që deri me mri atë nivelin e lartë që me kontaktu dikush për punën e tina. Bëna vetë është institucioni i edukimit jo formal, i themeluar prej vitit 2014. Punojmë me grup mosha të ndryshme prej moshës 5 deri në plus 18 vjeç, ku fëmijët dhe të rinjt vinë dhe i zhvillojnë talentet, i zbulojnë dhe i zhvillojnë talentet e tyre. Fëmijët dhe të rinjt kryesisht punojnë në fushat STEAM, shkencë, teknologji, inxhinieri, art dhe matematikë. Edhe gjitha produktet që po ishin janë të realizuar prej vetë fëmijëve dhe të rinjve.
Fëmijët e të rinjt janë jashtëzakonisht të interesuar, sidomos kohëve të fundit në inovacion, ku ata vijnë prej moshës shumë të re, edhe rriten që të frymë edhe kur të arrijnë një moshë të pjekurisë, e dinë se çka dojnë me zgjedh edhe kanë më të lehtë sigurisht të depërtimin e tyre në karrierë. Deri tash kemi pasur mbështetje të madhe qoftë prej bizneseve, qoftë prej qeverisë, edhe interesimi i të rive vetë anak është shumë i madh, kështu që na jena të kënaqur deri tash.